ka qenë drejt ose më saktë gjatë gjithë këtyre ditëve Shqipëria në periferi të saj, duke përjashtuar fundjavën që lan pas, pra shtuna dhe diela që solli temperatura ku termometri u ngjit edhe në 40 gradë. Parashikohet që nga dita e mërkurë, pjesa e dytë e mërkurës, dita e enjte, e premte dhe fundjava, si të thuash, territori shqiptar të ketë një freskim të motit ose le të themi normalizim të temperaturave. Sot parashikohet një temperaturë 40 gradë në qarkun e Shkodrës dhe të Elbasanit. Dita e martë dhe dita e mërkurë sill një rënje, po një rënje vetëm me 1 gradë ose 1/2 gradë në disa zona, do të ndihet i nxehtë sërish, edhe pse termometri ulet në 38 apo 39 gradë. Parashikohet që dita e njëjtë të bëjë atë ndryshimin e madh, pasi të njëjtën e presim që të kemi në shumë zona edhe 4 apo 5 gradë, duke bërë që termometri të ulet në 34 gradë. Të njëjtën, të premten, të shtunën dhe të dielën, termometri do të jetë me vlera shumë më normale, pra 33-34 gradë, krahasuar me çfarë kemi përjetuar deri më tani. Dhe në fakt gjatë kësaj jave Shqipëria çdo pasdite që nga nesër, çdo pasdite pjesa më e madhe e territorit do të rrezikohet nga rreshje, do ketë zona që do kenë rrebeshe, do jetë kryesisht gjysma lindore e Shqipërisë, do jetë edhe në shumë qytete, përfshirë Tiranën, Elbasanin, Librazh, Gjirokastër, Përmet, Tepelen, do të jetë vetëm vija bregdetare e cila do jetë kryesisht me kthjellime, me vranësira të dëndura dhe le të themi pareshje, duke përjashtuar Velipojon, ku do të ketë edhe momente me rreshje të pakta. Pjesa tjetër e Shqipërisë, paraditet do të jenë të nxehta dhe me diell, pasditet pas orës 3 dhe 4 rrezikohen në orë të ndryshme nga rrebeshe, të cilat zjatin, diku do zjatin 30 minuta, diku do zjatin ndoshta edhe 40 apo 50 minuta. Qartë, mirë, kjo rënja e temperaturave të paktën qoftë pasdite besoj është një lajm i mirë, por nëse flasim për në terma afatgjat, besoj që Shqipëria këtu përfshirë pra Ballkani, por edhe më gjërë duhet të mësojnë, apo jo me temperaturat e larta, besoj do të vijojnë deri në